Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni të keni një zemër të fortë dhe të jetoni 100 vjeç, mjeku zbulon sekretin. Presioni i lartë i gjakut është jashtëzakonisht i zakonshëm tek njerëzit në të gjithë botën. I njohur gjithashtu si hipertensioni, është një nga faktorët më të rëndësishëm të rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare. Zemra dhe problemet e tjera të qarkullimit të gjakut janë ndër shkaqet më të mëdha të vdekjes në Mbretërinë e Bashkuar dhe shpesh shkaktohen nga grumbullimi i depozitave yndyrore në arterjet rreth zemrës. Ateroskleroza është gjithashtu vendi ku arterjet tuaja ngushtohen, duke e bërë akoma dhe më të vështirë rrjedhjen e gjakut nëpër to. Shanset tuaja për të prekur pikërisht nga kjo sëmundje janë të mëdha në qoftë se keni kolesterol të lartë dhe presion të lartë të gjakut, që është një nga arsyet pse mjekët ju rekomandojnë të mbani presionin e ulët të gjakut. Sipas shkollës së shëndetit publik të Harvardit, dieta është një mënyrë e shkëlqyer për të ndihmuar në mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll, dhe këtu hyjnë në lojë 4 lëngje frutash. Pra, si mund të ndihmojnë lëngjet e frutave? Këshillohet të konsumoni ushqime dhe pije të pasura në kalium pasi heq natriumin nga trupi, diçka e cila e rrit presionin e gjakut. Sa më shumë kalium të konsumoni, aq më shumë natrium trupi është në gjendje që të nxjerrë përmes urinës. Minerali thelbësor gjithashtu, i cili ndihmon në relaksimin e mureve të enëve të gjakut, ulet dhe më tej presionin e gjakut. Natriumi dhe kaliumi janë 2 minerale të ndërlidhura që luajnë një rol të madh në rregullimin e presionit të gjakut dhe për të pasur një zemër të shëndetshme. Ngrënia e më pak ushqimeve të kripura dhe më shumë ushqime të pasura me kalium mundet që të ulë ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Kaliumi gjendet në shumë ushqime, veçanërisht në fruta, perime, bishtajore dhe bulmet me pak yndyrë. Ngrënia e më shumë ushqimeve të pasura me natrium, veçanërisht nga buka e përpunuar, ushqimet e paketuar, mallrat e konservuara dhe ushqimet e shpejta, mundet që të rrisë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Si mund të marrë më shumë kalium? Disa ushqime të cilat janë të pasura me kalium, por disa janë edhe më shumë se të tjerat. Medical News Today thonë se janë 4 pije frutash të cilat posedojnë sasi të larta të mineralit. Këto janë lëngje të cilat janë të freskëta dhe të përbëra nga frut pasioni, shegët, portokallet dhe mandarinat. Një filxhan standard i secilës pije përmban këto sasi. Lëngu i frutit të pasionit përmban 687 mg kalium, lëng shege 533 mg, lëng portokalli 496 mg, lëng mandarine 440 mg. Si krahasim, një banane shpesh e shpallur si një burim i madh i mineralit ka rreth 358 mg të mineralit. Shumë prej nesh kanë presion të lartë të gjakut edhe pa e ditur. Është e rëndësishme që ju të kontrolloni presionin tuaj të gjakut edhe nëse ju ndiheni mirë. Ndërsa Fondacioni Britanik i Zemrës thotë se presioni i lartë i gjakut rrallë ka simptoma të dukshme. Disa nga simptomat janë frymëmarrje e shkurtër, dhimbje koke, shikimi i turbullt, gjakderdhje nga hunda dhe dhimbje gjoksi dhe marramendje. Qendra mjekësore akademike Mayo Clinic me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmëron shumica e njerëzve me presion të lartë të gjakut nuk kanë asnjë shenjë apo simptom, edhe nëse leximet e presionit të gjakut arrin nivele të larta të rrezikshme. Të ushqyrit është pjesa që luan rolin më të rëndësishëm në shëndetin tuaj. Çdo ditë ju do të lexoni dhe do të dëgjoni aq shumë sa nuk dini se çfarë të besoni më, çfarë është e mirë për të ngrënë në fund të fundit dhe çfarë jo.
Studiuesit ndërkohë nga Kolegji Amerikan i Kardiologjisë kryen disa studime me qëllim që të sqarojnë saktësisht se çfarë ushqimesh duhet të hamë të gjithë për një zemër më të shëndetshme. Rezultatet gjithashtu u publikuan në gazetën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë pas një rishikimi të 60 studimeve. Rezultatet treguan se këto 4 ushqime janë më të mirat për të mbrojtur zemrën tuaj. Bajamet. Këto fruta të thata janë plot yndyrra të pangopura të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, plus është një burim mjaft i mirë i vitaminës C, antioksiduese, e cila e mban sistemin tuaj imunitar tepër të shëndetshëm. Mollët. Gjithashtu edhe mollët janë të shkëlqyera për shëndetin. A i keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen se një mollë në ditë i thot mjeku tik? Kjo është e mjaftueshme për të kuptuar se sa të mira janë mollët. Përveç kësaj, ky frut është i veçantë dhe lëkura e tyre përmban fibra të tretshme të cilat pastrojnë muret e arterieve. Boronica. Këto fruta të vogla blu kanë një antioksidant të quajtur fitostiribene, i cili mundet të stimulojë qelizat e mëlçisë për të shpërbërë më mirë yndyrën dhe kolesterolin. Ato përmbajnë gjithashtu flavonoide të cilat mund të ulin presionin e gjakut. Kafe. Këtu mund të lehtësoheni pasi është zbuluar se pirja e kafes mundet gjithashtu që të ndihmojë që ju të jetoni më gjatë dhe studiuesit të zbuluan se pirja e kafes shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekshmërisë dhe gjithashtu pa rrezik të problemeve të zemrës si hipertensioni ose aritmit, por mbani mend, shumë sheqer dhe shtimi i kremit mundet që të zvogëlojë përfitimet e kafes. Peshku. Yndyrat e peshkut, sidomos ato të sardeles, janë shumë të shëndetshme. Kjo sepse përmbajnë acide yndyrore omega-3 që studimet kanë treguar se ulin rrezikun e aritmisë. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që peshku të hahet të paktën 2 herë në javë. Omega-3 gjithashtu mund të merret edhe me suplementet e vajit të peshkut. Tërshëra. Tërshëra është e pasur me fibra dhe gjithashtu ulën nivelin e kolesterolit. Tërshëra kryen rolin e saj kryesor si një sfungjer në aparatin tretës dhe ajo thith kolesterolin duke bërë që të mos kalojë në rrjedhjen e gjakut. Boronicat. Boronicat ulin me 32% rrezikun e atakut në zemër sipas një studimi të fundit. Dhe jo vetëm ato, por edhe luleshtrydhet dhe manaferat mendohet se për uljen e rrezikut të atakut kardiak kanë meritën antokianina dhe flavonoide që ulin tensionin e gjakut. Çokolata e zezë. Disa studime kanë treguar se çokolata e zezë ndihmon në parandalimin e atakut kardiak dhe sidomos te ata persona që kanë probleme me zemrën. Çokolata e zezë përmban flavonoid me emrin polifenol që ndihmojnë në ruajtjen e tensionit të gjakut. Lëngu i limonit dhe portokalli. Femrat që konsumojnë shumë flavonoid nga limoni dhe portokalli kanë 19% më pak rrezik për të prekur nga sëmundjet e zemrës. Këto fruta përmbajnë shumë vitamina C, e cila është e lidhur me një rrezik më të ulët të atakut kardiak sipas një studimi të fundit. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.